Ernest Muçi është tashmë një titullar i padiskutueshëm te Trabzonspori. Te klubi turk kanë filluar të bëjnë llogaritë duke parë se 2 javë më vonë është ndeshja me Fenerbahçen. Mediat në Turqi raportojnë se shqetësues është fakti që Muçi qëndron në kuotën e 3 kartonëve të verdhë. Sfida e radhës në kampionat për javën e 22 është me Samsunsporin në transfert, ku Muçi duhet të tregohet i kujdesshëm. Kartoni i verdhë do e mbante jashtë për takimin me Fenerbahçen. Kujtojmë se Muçi është i huazuar nga Beşiktashi dhe konsiderohet nga të preferuarit e trajnerit Fatih Tekke. Për të blerë kartonin e tij duhen 8.5 milion euro, një operacion ky që me shumë qasa do të finalizohet në fundin e sezonit. Ernest Muçi ka bërë përsëri dje protagonistin në suksesin e Trabzonsporit në fushën e Kocaelispor. Në fakt, fitoria erdhi fal këmbëve të sulmuesit, i cili në minutën e parë shtesë të ndeshjes lëshoi një gjuhetje të pakapshme për portierin, duke i dhënë suksesin 2-1 ekipit. Kjo ishte një nga ndeshjet më të vështira të sezonit. Skuadra jone meritoi fitoren, luftuan për çdo top. Unë jam shumë i lumtur, këto ishin 3 pikë shumë të merituara, tha Muçi pas sfidës. Të shënosh një gol është padyshim e këndshme dhe shumë e bukur. Pikë së pari, një nga gjërat që ne duhet të bëjmë është të vrapojmë dhe luftojmë për ekipin. Kur i bën këto gjëra mirë, golat do të vinë. Gjëja më e rëndësishme është të jesh në gjendje të ndihmosh ekipin. Unë ndjeja që një mundësi do të më shfaqej dhe kur ndodhi, unë dija që do të merrja maksimumin nga ajo. Kundërshtarët nuk ishin një skuadër që thjesht rrinte në pritje, edhe ata luajtën për fitore deri në fund. Kur je një futbollist ofensiv, mundohesh të bësh më të mirën kur të shfaqet mundësia dhe kjo është ajo që bëra, shpjegoi Muçi se si ja kishte dalë të gjente përsëri rrugën e rrjetës në kampionat. Ernest Muçi është kthyer në personazhin kryesor të Trabzonsporit dhe me golat e tij po mban këtë skuadër ende në garë në luftën për titullin kampion. Ai ka shënuar gola shumë të rëndësishëm që kanë sjellë pikë të arta për ekipin, si ajo dje ndaj Kocaelispor. Muçi shënoi golin e fitores në minutat shtesë dhe ndihmoi ekipin të merrte 3 pikë të rëndësishme në rrugtimin e kësaj skuadre që vazhdon të ndjek nga afër kreun. Por në fund të ndeshjes, ndërsa priteshin vetëm lëvdata për sulmuesin shqiptar, i cili shënoi golin e tij të 8 në këtë kampionat, trajneri i Trabzonsporit Fatih Tekke ka çuditur duke lëshuar kritika në adresë të Muçit. Dëshira dhe ambicia e Ernest Muçit është shumë e mirë, por ai nuk është në nivelin që ne duam. Unë ja kam thënë edhe atij këtë, ne duhet të bëjmë më mirë në fazën mbrojtëse. Fal Zotit ne morëm 3 pikët, përndryshe do të ishim duke folur për gjëra të tjera. Ishte përgjigjja e trajnerit pas ndeshjes që la shumë kënd të habitur, pasi i bëi fjalë për një kritik ndaj një prej lojtarëve më në formë në kampionatin turk. Të gjitha masat e marra për të shmangur një gol nga Ernest Muçi nga skuadra e Kocaelisporit dështuan me shumë sukses në ndeshjen e sotme ndaj Trabzonsporit. Trajneri kishte premtuar se do bënte maksimumin që ekipi i tij të ndalte Muçin, por sulmuesi gjeti rrjetën në shtesën e takimit për t'i dhënë suksesin 2-1 ekipit të tij. Një gol që shërben për të treguar se çfarë forme të shkëlqyer po kalon sulmuesi shqiptar, pasi i vijon një seri mbreslënse në 10 ndeshjet e fundit që e bëjnë këtë padyshim momentin më të mirë të karrierës së tij. Rezulton se në 10 ndeshjet e fundit zyrtare të Muçit mes kampionatit, kupës dhe superkupës në Turqi, ai ka koleksionuar plot 10 gola dhe 2 asist. Janë 8 gola në kampionat dhe 1 asist në këtë turne, ndërsa 2 gola dhe 1 asist janë edhe në kupën e Turqisë. Shifra mbreslënse në një periudhë kohe thuajse 2 mujore që do i kishte zili çdo sulmues, gjë që ka bërë Muçin aktualisht si një nga protagonistët kryesor të futbollit në Turqi.